Përshëndetje të gjithëve. Sot do t'ju tregoj se si mund të ndërroni baterinë në një Chelsea Nissan Qashqai model 2017. E bëj këtë me qëllim që të ndihmoj sadopak njerëzit që nuk dinë ta ndërrojnë. Dhe le ta shikojmë në praktikë si mund ta ndërrojmë atë. Është shumë e lehtë. Për të hequr Chelsea shtypim të përpara me mbajtësuarit edhe të heqim mbrapa. Pastaj me kaçavit, plakatuqe, mundohemi që ta hapim këtu. Këtu ka dy kanale ZVI, një këtej dhe një këtej. E futim këtu dhe e përdredhim me kujdes kaçavitin. Edhe nga krau tjetër. Pastaj me ngadalë hapim atë dy krah. Pastaj heqim baterinë. Bateria është CR 2032. Nuk e di nëse duket mirë apo jo. Pastaj marrim një bateri të re. Po me të njëjtat karakteristika. CR 2032. Këtej ka plusin, ka këtë plusin këtu ja. Dhe keni kujdes që mos t'i ngatroni polet. Më përpara fusim të ato dy dhema këtu të llamarina. Edhe shtyjm poshtë. Pastaj vendosim se çeli ato tek rrumullakta. Kjo është e gjitha. Pastaj vendosim Chelsea përsëri. Chelsea hyn automatikisht. Nuk është nevoja të shtypim dhe gjë. Okej, kjo ishte videoja. Ju falenderoj për vëmendjen. Nuk e di nëse u ndihmova dot apo jo. Edhe mirupafshim në video tjetër. Qofshi mirë.